Për 2 ditë radhazi në Ksamil, në mjedis të hapur dhe në pranit një publiku edhe me turizm vendase të huaj, u organizua takimi sportiv më i veçantë, volejboll pa duar. Lojtarët e ekipeve të vënë përballë njëri tjetrit i ndante dhe një rjet me përmasa specifike, secili luajti volej pa përdorur duart, pasi shutimet lejohet të bëhen vetëm me këmbë edhe me kokë. Çdo prekje e topit me dorë shënon faull, njësoj si në futboll. Sjellja e futbollit në Ksamil është iniciativë e 2 vëllezërve shqiptar që prej vitesh jetojnë e punojnë në Itali. Ky sport i veçantë, pak i njohur dhe i përhapur edhe në vende të zhvilluara, u bë shkallës që ata të shprehin shqiptarinë e tyre me organizimin e këtij mini kampionati në Laguna Beach në Ksamil. Isli Bejtaga thotë se është me ambicien që kampionatin e futbollit ta bëjë një event të përvitshëm në Ksamil, duke ia zgjeruar pjesëmarrjen. Mirëdita, unë jam Isli Bejtaga, sot jemi te Laguna Beach në Ksamil për turneun e parë ndërkombëtar futbollej në Shqipëri, ku marrin pjesë 6 ekipe nga 5 shtete të ndryshme, nga Brazili, nga Franca, nga Portugalia, Austria, edhe sidomos Shqipëria, që e përfaqësoj unë edhe vllai im Drini Bejtaga. Sot jemi këtu për herë të parë në këtë turne ekzibicion, ku marrin pjesë ekipet më të forta edhe po sjellim në Shqipëri një sport të ri që nuk njihet mirë, nuk njihet akoma, po ne jemi të parët që e sjellim në Shqipëri këtë sport, duam që shqiptarët ta njohin, ta ndjekin edhe sidomos ta kuptojnë se sa i rëndësishëm mund të jetë ky sport për Shqipërinë, edhe sa mund ta rrisi turizmin edhe sportin në Shqipëri nëpërmjet këtij formatit ndërkombëtar. Falenderojmë shumë Laguna Beach, Lidin, që na dha mundësinë të organizojmë këtu një turne të këtij niveli. Për vitin tjetër jemi në punë për të rritur akoma më shumë nivelin, të sjellim akoma më shumë lojtarë edhe të rrisim akoma më shumë çmimin final. Në edicionin e parë të volejbollit me këmbë në Ksamil morën pjesë 6 ekipe, nga Austria, Portugalia, Franca, Shqipëria dhe 2 ekipe, sigurisht nga Brazili, që është vendlindja e këtij sporti të veçantë në llojin e vet. Braziliani Vina është finalist i parë i këtij eventi, për të cilin thonë se ka shansin që ai të rritet çdo vit e më shumë. Mirëdita, unë jam Vina, finalisti i parë i Team Isli Futbollit Cup. Jam këtu në Shqipëri për herë të parë. Mendoj se ky vend është jashtëzakonisht i bukur edhe jam i sigurt se ky event do rritet gjithmonë më shumë. Po kështu, portugezi Otera shpreh i mrekulluar nga gjithçka që ka gjetur në këtë ardhjen e parë në Ksamil, duke shpresuar që vitin tjetër të mos i mungojë edicioni të dytë. Mirëdita, unë jam Otero, vi nga Portugalia. Kjo është era ime e parë në Laguna Beach. Jam shumë i kënaqur për ushqimin që gjeta, njerëzit që gjeta, vendin që gjeta, Laguna Beach. Jam shumë i kënaqur. Shpresoj të kthehem edhe vitin tjetër. Ky organizim është edicioni i parë i futbollit që zhvillohet në Ksamil.